Tani, të janë marifetet vjetra që nuk i hanë mas populli. Alesia, në anën tjetër... Pastaj ku e kemi neve sigurin që elektorati djathtë do suportojë zotin Binaj. Jo, do të pyesja para se të kaloj se do të bëj dhe këtë pyetje, por para se të kaloj do doja në fakt të bëj një pyetje tjetër të radhës, cila lidhet drejt për drejt me faktin që edhe Adriatik Lapaj është shprehur pro Florian Binajt. Ditën e sotme zoti Berisha e ka zyrtarizuar. A e ka të mundur Florian Binaj t'i bashkoj gjitha flukset që ndodhin brenda Partisë Demokratike? Tani, në rast parë, reagimi zotit Lapaj në opinionin tim ishte i pritshëm. Mos harrojmë që kur nisi lëvizjen Shqipëria bëhet, zoti Lapaj ka pas 2 bashkëpunëtorë në krah që kanë qenë pikërisht Flori dhe zonja Edlira. Apo jo? Që t'jemi korrekt me publikun. Deri diku, në çdo takim Floriani e ka ndjekur është një kthim deri dhe pse jo një suport shoqëror që Adriatiku ja jep. A mund të mbledhi të djathtën për te, që këtu hynë zoti Shea, këtu hynë djathta, Senke Lejdi, këtu hynë gjithë suportuesit e Lulzim Bashës, Euroatlantikët, këto unë nuk e di. Por në këto minuta që ne po flasim, unë ditë them që nuk po mbledh do të gjithë PD-n. Pa kaluar fare të aleatët, pasi shof në Facebook-un tim, mori fotosh të zotit Binaj me zotin Veliajn, duke pasur një bashkëpunim të shkëlqyer me njëri tjetrin. Foto të Veliajt me zotin Binaj? Po, edhe shof në rrjet që janë shpërndar nga demokratë dhe nga shumë antarë të Partisë Demokratike që nga bërë luftim kundra zotit Veliaj dhe kemi ndetur tek ato protestat që u bënin para bashkisë derisa ndodhi momenti i arrestimit tij. Alesia, në këtë situatë kur ju thoni që dhe vetë demokratët janë gati... Pikërisht se pyetja juaj ishte nëse ai përmbledh gjithë faktorët. Dhe unë ty po të kthehem, a përmbledh do të gjithë PD-n pa arritur te Euroatlantikët e djathtas te mundësia. Sepse duke parë një mëri fotosh të zotit Binaj me zotin Veliaj që janë shumë miq me njëri tjetrin, dhe ndërkohë demokratët dhe shumë e shumë tjerë kemi ndetur në 44 protesta tek bashkia për kauzat që ne mendonim që ishin të drejta dhe kemi luftuar, unë nuk e dia do arri të mbaj votat e të djathtës, jo më të shkoj për te tyra. Fakt, në qoftë se qëndrojmë në këtë pjesë, ka reagime të forta sepse ka pas disa zëra që ditën e djeshme i kanë bërë publike zërat kundër Binajt. Te Vernozi e pa shumë postimin. Se Vernozi është një ndër personat më karizmatik që ka Partia Demokratike dhe Vernozi ka bërë një postim ku shifen fotot qartë zotit Binaj me zotin Veliaj shumë të qeshur në një bashkëpunim në një koherencë midis njëri tjetrit. Tani, mbas postimit që Vernozi ka bërë, gjithë antarët e Partisë Demokratike kanë bërë statuse caktuara në të cilën shprehin pakënaqësinë e tyre për procesin dhe mënyrën se si Berisha shpalli kandidatin. Si Berisha shpalli kandidatin? Sepse Berisha duhet të kujtojmë historinë, se historia e Ermal na ndihmon dhe të përmirësohemi. Më lër të kujtoj që një ndër arsyet që ne ndoqëm foltoren dhe hoqëm Bashën ishte që kandidatët, deputetët do t'i zgjidhte antarësia dhe pa diskutim, edhe deputetët dhe po shumë kresia. Tani ky del në një konferencë, thot ky është kandidati, pa bërë një sondazh, pa u pyetur fare me antarësinë, dhe këto janë vendime totalisht personale. Pastaj kalojmë tek ajo që them unë ty që është punëtor i Xenit. Nuk ka të bëjë me Florin si individ. Kjo ka të bëjë me ruajtjen e pushtetit opozitar brenda për brenda familjes Berisha. Se ishte Flori, mund të ishte dikush tjetër. Prandaj e ndava çështjen e tij personale nga çështja politike të Partisë Demokratike, që mos kemi keq kuptime edhe për teleshikuesin që na ndjek. Alesia, nëse qëndrojmë në këto zhvillime, ditën e sotme vetë zoti Berisha është paraqitur në SPAK, nuk ka ndaluar edhe ditën e sotme ti lëshoi akuza ndaj Altin Dumanit duke i vendosur mbi emrin përsëri Troplini. Si e shikoni këtë betejë që po bën Berisha me SPAK-un dhe me zotin Dumani? Tani, beteja që po bën Berisha është një betejë e denjë për Berishën dhe për të ruajtur pa diskutim interesin e vet personal dhe familjar.
Betejë e Berishës me SPAK-u nuk ka lidhje me betejën që Berisha po bën propozitën për demokratët apo për Shqipërinë. Beteja me SPAK-un është një betejë personale, cilën ai do ta luftojë në mënyrën që di ai. Tani, që soti ai kishte më pak protestues se herët e tjera, ky është fakt. Po ta vije re. Me kujdes, Sali Berisha kishte humbur protestues cilët e kanë ndjekur gjatë gjithë kohën siç e kemi parë dhe e kanë shoqëruar. Dhe kjo është një shenjë pa diskutim që pushteti i tij sapo vjen dhe po bie. Dhe pushteti opozitar flas, ai pushteti ka ngelur tani. Alecia, në anën tjetër shikoni të Kështu që unë nuk mundur. e shoh luftë fare të Partisë Demokratike me SPAK-un, është lufta personale e Berishës për të ruajtur interesat personal familjar dhe pa diskutim lirinë e vet dhe të familjarëve të tij. E shikon në këtë moment që Partia Demokratike është në kaos, duke qenë se janë 6 bashki, ne jemi të fokusuar më shumë te Tirana, por janë dhe 6 bashki tjera të cilët nuk po reagon Partia Demokratike të nxjerrë një kandidat. Shikon një kaos brenda PD-s në këto momente dhe anë dihen të zhgënjur demokratët me zotin Berisha. Demokratët janë më të zhgënjur se kur dhe PD është drejt bojkotit saj si parti politike. Sepse është vendimi më i keq që mund të marrë një parti politike të hyjë me kandidat pavarur. Se nëse ti po hyn me kandidat pavarur dhe pa logon e Partisë Demokratike, për çfarë je ti Parti Demokratike, për çfarë je ti parti politike? Dhe kujt i shërben ti kur ti nuk ke kandidat? Sepse PD-ja ka dhe një histori, ka një ideologji, këto hishen për konservator dhe tani të vënë dhe të majt në krye të listës që t'i prit gjithë betejës demokratëve, kjo është një çështje tjetër për të diskutuar. Apo jo? Shumë e vërtetë. Se ka qenë Berisha atë kohën që ka sulmuar Sorosin, Po, pa shumë punë, si mund